Bismillahirrahmanirrahim. Mësimet që duhet t'i marrim nga Ramazani. Allahu Gjeleshanu asnjë ibadet nuk na ka obligue nëse në atë ibadet, adhurim, nuk ka dobi edhe shpirtërore mes neve dhe Zotit, por edhe të ketë dobi për neve në këtë botë. Andaj, kur është në pyetje Ramazani, i cili përfshin shumë adhurime mrenda, e ka agjërimin, e ka namazin, e ka teravit, e ka sadakën, e ka zekatin, i ka vitrat, ka leximin e Kur'anit dhe të tjera që i kërkon në këtë muaj. Andaj ne duhet mundohemi që ta dim se disa veprime, disa punë, disa adhurime ibadete që i bëjmë në Ramazan, Ramazani duhet këto veprimet na mësojnë disa veti në jetën tonë të përditshme. Pra, nëse shkojmë, na i kemi dikun 10 pika, dietarët kanë folë shumë më shumë, por na i kemi marrë 10 pika kryesore që na duhet të mësojmë në jetën tonë se çfarë të bëjmë edhe pas Ramazanit, por ne vetëm se e kemi marrë këtë praktik në Ramazan. Pika e parë është si ta menaxhojmë kohën me precizitet në gjatë jetës tonë. Këtë na mëson Ramazani. Ramazani na mëson kohën preciz në iftar, kohën precize në syfir. Edhe ne gjatë ditës kur e dim se duhet patjetër të jemi në iftar në shtëpi, atëherë edhe ne i precizojmë jetën dhe punën tonë. Domethënë Ramazan nuk humbim kohë. Dhe kjo është kryesorja ndër pikat, sepse gjëja më e rrezikshme që sot një i ri dhe një musliman mund ta bëjë në jetën e tij kur ai nuk din me menaxhu kohën mirë ose e humb kohën. Andaj preciziteti i secilis punë në Ramazan me minuta duhet na mëson që jeta jonë edhe më tutje duhet të vazhdojmë edhe ta përjetojmë kohën tonë precize duke e shfrytzuar të gjithë kohën. E dyta, ne duhet na mëson Ramazani që ne të përcaktojmë synime në jetën tonë kur dojmë me bë diçka. Sa herë na që dojmë me bë diçka në jetë, duhet me ditë pse po e bojmë. Dhe këtë na mëson Ramazani, pse? Sepse Allahu Gjeleshanu çka thot? O ju cilët keni besuar, ju është bërë juve obligim agjërimi, ashtu siç ishte obligim edhe për ata që ishin para jush, që të bëheni të devotshëm. Pra synimi i agjërimit është devotshmëria. Devotshmëria është temë në veti, por mund ta themi se devotshmëria nënkupton Zoti me qenë plotësisht i kënaqur ndaj teje, sepse ti ke bërë të gjitha punët që Zoti i ka kërkuar prej teje, i ke ndalu të gjitha ato punë të cilat Zoti ti ka ndaluar ty, dhe kjo konsiderohet devotshmëri. Domethënë, plotësisht ju ke përgjigj Zotit dhe Allahu është i kënaqur ndaj teje. Dhe kur është Ramazan, pra fundi i Ramazanit duhet kjo, që na të bëjmë veprimet që i do Zoti, i ka porosit, të ndalojmë tjerët dhe Zoti të jetë i kënaqur ndaj neve, edhe me veprimet e kësaj bote, edhe të botës tjetër. Pika numër 3, të mësohemi që ne t'i kontrollojmë dhe t'i kemi në kontroll gjithmonë gjymtyrët tona të trupit. Këto na mëson Ramazani, sepse hadithet çka tregojnë? Muhamedi alayhi salatu wassalam kur tregon për Ramazanin, thotë se nëse dikush është agjërueshëm, nuk duhet të shanë, të bërtet, të folë fjalë të ndyta, bile edhe nëse sulmon dikush, mundësisht thotë, unë jam agjërueshëm, nuk po du më marrë me këto. Pastaj një hadith tjetër i Muhamedit alayhi salatu wassalam është thotë se ai i cili nuk e lën fjalët e këqija, nuk ka thot dobi agjërimi i tij te Zoti. Zoti është i panevojshëm për agjërimin e tij. Pra ne duhet të mësohemi me Ramazan që të kontrollojmë gjymtyrët e tona, por edhe mas Ramazanit ne duhet mësohemi nga këto që i
shohin dietarët si nevoja për të pranuar agjërimi. Pra, kontrolli i gojës tonë, i veshit, i syrit, i gjymtyrëve të tjera, por edhe i mendjes që ne të mos mendojmë keq. Pastaj, pika numër 4, që të ruhemi nga Zoti e jo nga njerëzit. Këtë na mëson Ramazani. Ramazani më së miri këtë na mëson neve. Si? Për shembull, ti je në shtëpi, je unt edhe je esh që shtojmë, ke etje, edhe nuk është kërkush në shtëpi. Edhe ti i ke të gjitha mundësitë e ushqimit. A han? Jo. Pse nuk han? Ti nuk han sepse e di se ti përush për i Zotit. Është Zoti që të sheh dhe të përcjell. Po kërkush nuk ka të sheh, shumë mirë që nuk ka të sheh kërkush. Po ti përsëri nuk e bën. Pse nuk e bën? E di se agjerimi po a bëj për Zot. Edhe ti ruhesh. Andaj ti mundohet në jetën tënde. Çdo punë që e bën, unë thoj po e bëj për Zot. Këtë na mëson pra Ramazani. Pastaj mos e ki dert apo të lavdroj njerëzit ajo, po ti do ta bësh për hir Zotit. Pra na mëson Ramazani që ne të mos bëjmë gjunahe jo pse po na shohin njerëzit, por ne të mos bëjmë gjunahe se Zoti po na sheh. Dhe nëse ne tani jetën e kemi këtë ndjenjë, vallahi po i betohem do të jemi prej njerëzve më të dashur dhe më të afërt te Zoti. Pika numër 5 është, ose mësimi i 5, na mëson Ramazani durimin, sabrin dhe përballimin. Na tash po përballojmë që të mos ham, po bëjmë sabër, të mos pim. Dikush është i lidhur me kafën, dikush është i lidhur me diçka tjetër, pavarësisht me çka jemi të lidhur gjatë ditës tonë, ne po bëjmë sabër. Pse e bëjmë këtë durim dhe sabër dhe këtë përballim? Për hir të Zotit. Sepse e dim se pas kësaj ka diçka të mirë, ka gëzim te Zoti me shpërblimin që neve na jep Ramazani. Edhe këtë duhet ta kemi në jetën tonë. Që ne nëse bëjmë sabër, bëjmë durim, i përballojmë vështirësive të jetës, atëherë të jemi të bindur se Allahu xhaleshanu do të na jep shpërblimin maksimal, se Allah në Kur'an thot, me të vërtet durimtarët sabërlit do ta kenë sevapin te Zoti pa hesab, pa llogari pra. Mësimi i 7, i 6 që e marrim nga Ramazani është empatia. Empatia është kur ne na vjen keq për të tjerët. Për shembull, nëse kemi në rrethin tonë njerëz që si kanë mundësitë tona, por e vrejmë sot për shembull në përbot, sa kemi musliman që kanë vujtje, ju mungon iftari, ju mungon syfiri, ju mungon banimi i rehatshëm në kohëna të vështira. Andaj ne vetëm kjo ndjesi ose kjo ndjenjë për të tjerët që për na vjen keq, te Allahu xhaleshanu ka një shpërblim. Dhe kur neve na vjen keq dhe kemi mundësi me bë, atëherë neve na shtyjen kjo që ne të bëjmë. Pra, empatia ose ndjesia për keqardhje ndaj të tjerëve, ose edhe që kanë probleme, kanë vështirësi të ndryshme, pra Zoti i ka sprovuar e tjera, ne duhet jemi këta musliman që ta ndjejmë këtë edhe gjithsesi të jemi ata të cilët kontribojnë për hir të Zotit, pra që të fitojnë shpërblimin edhe të ndihmojnë ata dhe t'i bëjnë të lumtur. E 7 është solidariteti. Ju krejtini dëshmitar se njerëzit sa japin në Ramazan, nuk japin kur jashtë Ramazanit. Pra sadaka, zekat, sadakatul fitri, vitrat, ndihmat të ndryshme japim, do më thonë blejmë në shtëpi sa mundemi, ftojmë njerëz në iftare, bëjmë shpenzime, nuk e kemi atë dert. Pse Ramazan është, dhe kjo është knaqësia. Këtë e bëjmë për hir të Zotit në Ramazan. Pas Ramazanit, sigurisht se të gjitha këto ndoshta bien me shumicë. Mirë po, Ramazani duhet na mëson që nëse i kemi mundësitë të vazhdojmë, edhe më tutje, sepse solidarizohemi me njerëz që kanë nevojë, është nevojë e gjithmonshme. Sadaka është ndër shpërblime shumë të mëdha që do ta ndihmojnë besimtarin musliman
edhe në kriza dhe vështirësi të jetës, por në veçanti në jetën e varrit dhe në ditën e Kiametit. Mësimi i tetë që e marrim nga Ramazani është që ne të përmbahemi dhe të kontrollojmë emocionet tona, ndjenjat tona, nervozën tonë. Muhammed alayhi salatu vesselam thot kur disa është dikush agjërueshëm dhe dikush pra sulman, ato qoftë me fjalë ose me çfarë do, që i thot jam agjërueshëm. Edhe ne këtë duhet ta bëjmë në Ramazan. Mos na grumbullo nëse na vijnë problemet më të mëdha në Ramazan, përkundrazi. Nëse ka gjëra që neve nuk na pëlqejnë, atëherë le të jetë Ramazani që ne për hir të Zotit, për hatër të Ramazanit, ne nuk do të reagojmë ose do të jemi shumë më tolerant se sa pas Ramazanit. Edhe kjo duhet na mëson se Zoti edhe Ramazan na sheh, edhe pa Ramazan na sheh. Po në Ramazan e marrni këtë mësim, ndërsa pas Ramazanit e vazhdojmë tutje. Pika e nëntë është, ose mësimi i nëntë që e marrim, është shfrytëzimi i rasteve dhe i mundësive. Zoti ta ka dhënë mundësinë e kohës iftarit për lutje, shfrytëzoje. Ta ka dhënë mundësinë e kohës syfirit për namaz, lutje, duat më të pranueshme në çat vakt. Estaghfirullah thuhet në kohën e syfirit, është shpërblimi ose mundësia më e mirë, koha më e përshtatshme. Pastaj kemi thotë se tri lutjet besimtarit, një prej tyre është kur e udhëtarit, një prej tyre është e agjërueshëm kur është njeriu. Pra ti ai agjërueshëm në çdo kohë lutë Zotin, kërko prej Zotit, veçanti në iftar dhe syfir, vendosi nevojat e tua në një fletë dhe thuj o shkruaj, liri shkruaj në momentin e iftarit me fëmijët e tu, me gruan, ky është problemi jon, bëjmë dua o Zot, na zgjidh këto, na nxjerr nga kjo krizë, na bëj këtë e tjera. Edhe në kohën e syfirit mundohet që ti kesh të shkruar abile, nëse nuk mundesh me i marrë mend, edhe me to pra vepro, ndoshta shpresohet me të madhe që Allahu xhaleshano të realizon ato kërkesa dhe nevojat të cilat i ke. Dhe mësimi i fundit që ne do ta diskutojmë është vendosmëria. Në gjuhën arabe është el azime. Vendosmëri nuk kupton që ti në Ramazan i bën do punë që nuk mundesh me i bë pa Ramazan. Për shembull ti je agjërueshëm. Gjatë gjithë ditës mundohesh me bë mirë. Vjen han iftar edhe pse je i lodhur në punë. Mas iftarit e fal akshamin më një herë. Në një pauzë shumë e vogël shkon në xhamin taravih. Dhe i fal 20 rekat taravih me Yasin 33 rekat i fal. Pastaj kthehesh në shtëpi ose del dikund ose kthehesh përsëri, ta marr një avdes, ta fali doni rekat namaz përsëri. Ose ta bëjnë ndonjë punë tjetër, dhikr, përmendje Zotit. Bjen me flet pak përsëri, zgjohesh, të hash syfir, ai ta fali doni rekat, pak dhikr istighfar Zotit, pak Kur'an me lexuar shumë sevap, të bëjnë ndonjë dua dhe lutje për nevojat e mia. Kjo është një ditë Ramazani për një besimtari musliman. Me njëherë po ta bëj një pyetje. A mundesh pa Ramazan me i bë çdo? Jam shumë i sigurt se jo. Sepse në Ramazan, me gjithat lodhja dhe kur është verë dhe kur është gjatë, xhamin ndoshta kemi plot me xhamat. Ndërsa me njëherë pas Ramazanit një aci, njerëzit dalin me pak. Pse ndodh kjo tash? Se ajo vendosmëria shpirtërore me hyrë dhe me dalë prej Ramazanit, ajo sikur se na kemi vendos prej një Ramazan deri në 30 Ramazan, të jemi këta. Në moment kur e kemi vendos, kemi një azime, i thuhet në arabisht, një vendosmëri të bindjes, atëherë ne kemi përfituat energjin me i përballu gjithë kësaj. Ne lutim Allahun e lartë madhëruar që kjo energji dhe këto mësime që duhet i marrim nga Ramazani të na vazhdojnë edhe në jetën e përditshme, që ne të kemi një jetë të lumtur në këtë botë dhe kënaqësinë, razinë e Allahut të shpërblimin e tij në botën tjetër. Walhamdulillahi rabbil alamin.